Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Shqipërisë nderohet me medaljen presidenciale të nderit nga presidenti i Izraelit gjatë vizitës në Jeruzalem. Edi Rama si dorëzua medaljen në një ceremoni të posaçme të organizuar në rezidencën presidenciale. Medalja presidenciale e nderit e Izraelit nderon ata si ju që kanë ndriçuar botën me udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme, qartësinë morale dhe vlerat demokratike, e ata që kanë dëshmuar miqësinë e tyre të guximshme me popullin hebre dhe shtetin e Izraelit. Me këtë rast Isak Herzog tha se populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kurajo me mbështetjen që tregoi ndaj hebrejve. Gjatë Holokaustit, populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Me kuraje ata ju dhanë streh grave burrave hebrej, të cilët arratiseshin nga pjesë të tjera të Evropës dhe duke e bërë këtë, ndihmuan në mbrojtjen dhe ruajtjen e njerëzimit përballë krimeve më të mëdha midis qenieve njerëzore. Deklaroi Isak Herzog, presidenti i Izraelit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlerësoi se medalja presidenciale e nderit të dhënë nga Izraeli është një nder që e merr në emër të të gjithë popullit shqiptar për mbështetjen që tregoi ndaj hebrejve në periudhën e tyre më të errët. E marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, e mbi të gjitha në emër të gjithë shqiptarëve muslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej se sa në fillim të saj. Mëtej kreu qeverisë shqiptare theksoi nevojën për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. E duam që sa më shumë të jetë mundur të kemi marrëdhënie me Izraelin dhe me popullin hebrej, qysh nga niveli turiste që ju përmendët dhe nga ky nivel pra deri tek niveli i shkencëtarëve tuaj të mrekullueshëm dhe njerëzve të mrekullueshëm të teknologjisë e industrive tuaja të mrekullueshme. Duke u ndalur dhe tek lufta në Gaza, Rama tha se Shqipëria mbështet zgjidhjen me dy shtete, por argumentoi se ajo nuk mund të vijë me Hamasin pasi nuk është një lëvizje për rezistencë, por janë nazistët e shekullit të ri. Por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin tonë nuk ka zgjidhje ne Hamasin aty. Dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Rajoni. Tensionohen marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. 4 persona të nacionalitetit serb u arrestuan në Gjakov, 2 prej tyre janë zyrtar aktiv të sigurisë në Serbi, një policë aktiv dhe një pjesëmarrës i inteligjencës së ushtrisë serbe. Gjatë kontrollit të automjeteve të tyre u gjetën armë. Arrestimi u krye nga njësitë policore të Gjakovës. Pas konsultimeve me prokurorinë e shtetit, 4 të arrestuarit u ndaluan për 48 orë. Dyshimet fillestare janë se të arrestuarit mund të kenë lidhje me Agjencinë e Inteligjencës së Serbisë, BIA. Për këtë ngjarje reagoi dhe presidenti i Serbisë, ku deklaroi se armët të ndaluarit i kanë patur për përdorim personal. Nga 12 persona të nacionalitetit serb të cilët u shoqëruan në stacionin e policisë rajonale të Prizrenit, vetëm 2 prej tyre u ndaluan për 48 orë, pasi kanë bërë raportim të pavërtet. Këtë ka bërë të ditur zyrtari për marrëdhënie me publiku Reshter Vesel Gashi. Sipas tij, operacioni është realizuar nga sektori i timeve në Prizren, ku është konstatuar se veturat me targa serbe ishin të parkuara në kompleksin e objektit fetar të Bogoslovist në sheshin Shatërvan. Pas identifikimit të mjeteve dhe personave, me 6 prill 2025 rreth orës 12, 3 automjete me targa serbe ku ndodheshin gjithsej 12 shteta serb u ndaluan afër urës së Arastës. Fillimisht janë kontrolluar persona dhe autovetura dhe më pas ata janë shoqëruar në stacionin e policisë në Prizren. 10 prej tyre janë liruar në cilësitë të dëshmitarëve, ndërsa për 2 të dyshuar është dhënë masa e ndalimit për 48 orë. Me kërkesë të kryeministrit Albin Kurti u mblodh Këshilli i Sigurisë Kosovës gjatë mbledhjes së raportuar për incidentin e fundit të 1 prillit, ku zyra e postës Kosovës në Zvečan u sulmua me 2 granata dore, një prej të cilëve shpërtheu. Më pas raportua për arrestimin
e 4 pelegrinëve serb në Gjakov, nga të cilët njëri ishte togeri i policisë së Serbisë dhe tjetri kapiten i ushtrisë së Serbisë. Kërkohet që gjithë institucionet dhe mekanizmat e shtetit ta mbajnë lart vëmendjen dhe gatishmërinë, thuhet në njoftim. Në këtë mbledhje anëtarët e Këshillit të Sigurisë theksuan se ndërhyrjet e Serbisë janë shtuar dhe në procesin zgjedhor të Kosovës përfshirë përpjekjet për të sabotuar themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës të nëntë. Në këtë mbledhje u konstatua se përmes listës serbe dhe kryeterroristit Milorad Dodik si kryetar de facto i saj, Serbia po ndërhynte disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumicë dhe jo serb që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së nëntë, thuhet në reagimin e Këshillit të Sigurisë Kosovës. Albin Kurti deklaroi se pas ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit në Republikën e Kosovës, Serbia po vazhdon përpjekjet për sabotimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalja nga këto zgjedhje. Kryeministri i Kosovës shtoi se institucionet e sigurisë kanë informacion të konfirmuar lidhur me këto veprime. Kjo çështje sipas tij u shqyrtua në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Tensione ka patur dhe në Serbi. Ngjarja ndodhi në qytetin e Bosilegradit pas përfundimit të ndeshjes së futbollit midis klubit Mladost dhe klubit shqiptar Tërnoci. Nga klubi shqiptar thuhet se me të përfunduar ndeshja një polic hyri në fushë dhe goditi një futbollist të Tërnocit. Më pas kontrollet vijuan në dhomat e zhveshjes. Lidhur me incidentin e ndodhur në Bosilegrad, kryetari i Bojanocit, Arbër Pajaziti, komunikoi me drejtorin e policisë në Vranj. Nga policia u tha se ka patur informacione se disa futbollistë të Tërnocit kanë futur në stadium mjete dhe armë të ftohta. Pas bastisjes, rezultoi se askush nuk zotronte mjete të tilla. Po ashtu sipas policisë, kapiteni i Tërnocit ka bërë shqiponjën me duar me qëllim të nxitjes së urrëties. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut pas kuvendit të partisë deklaroi se është i vendosur për të bashkëpunuar me koalicionin Blen. Sipas tij është e rëndësishme që në zgjedhjet e ardhshme të fitojë koalicioni pasi në këtë mënyrë fiton dhe Aleanca. Arben Taravari mojt këtë pasur përplasje me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut duke deklaruar se do të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë. Vazhdojmë të japim kontributin ton, nëse dikush mendon se s'duhemi atje, nuk kemi probleme as pak. Unë mendoj se me kryeministrin Mickovski kemi raporte korrekte, besoj se do të vazhdojmë. Në moment që e shohim se diçka nuk shkon si duhet, atëherë themi atë publikisht dalim, s'është asnjë problemi, por në momentin raportet janë shumë korrekte dhe besoj se vazhdojmë. Ndërsa konfirmoi daljen me kandidat më vete në disa komuna. Mes të tjerave, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se mesazhi që ka ardhur nga Edi Rama dhe Albin Kurti është që shqiptarët të jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. Këto kanë qenë çdo herë porositë e tyre. Normalisht edhe situatat aktuale politike në rajon, po edhe në Maqedoni, kështu që zotri Rama dhe zotri Kurti kanë dëshiruar që shqiptarët të jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. Kritika dhe akuzat ndaj BDI-s kanë vijuar dhe nga zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut Izzet Mexhiti. Ai tha se Ali Ahmeti nuk mund të flasë për përfaqësim digjitos të shqiptarëve pasi sipas tij kreu i BDI-s është shkaktari kryesor për largimin e rinisë shqiptare. Edhe pse kjo qeveri pra nuk i ka numrat e dy qeverive të kaluara, edhe përkundër kësaj zoti Ahmeti nuk e shfrytëzoi këtë për të mirën e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi për avancimin e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi as për projekte kapitali infrastrukturës siç është ky sot në Tetov, pra dhe këtë po e përmirëson pikërisht kjo qeveri e Vlenit, ku 1 miliard euro shkojnë për komunat dhe decentralizimin. Dhe me shumë përgjithësi them se dikun 300 milion euro shkojnë për 15 komunat tona. Reagimet i Mexhitit erdhën si përgjigje për akuzat e Ahmetit pas takimit me presidentin shqiptar. BDI ishte friksuar nga e kaluara korruptive e funksionarëve të tyre. Në këtë mënyrë komentoi kryeministri Srem Mickovski akuzat e BDI-s lidhur me pozitën e shqiptarëve në shtet. Mickovski tha se opozita shqiptare bën mirë t'i kthehet agjendës së gjelbër. Sa më shumë funksionarë të BDI-s kapen me krim gjatë kohës kur kanë kryer detyrat e tyre, aq më tepër shpërsohet kjo retorik pasi frika është e madhe. Por ne dëshmuam se punojmë në mënyrë jo selektive dhe kështu do të vazhdojmë, tha kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Srem Mickovski. Ish kryeministri Mali të Zi dhe lideri i lëvizjes Ura, Dritana Bazović, është kundër vendimit të qeverisë malezeze për t'i dhënë një pjesë të Bregdetit investitorëve arab. Bazović deklaroi se ata që janë pro këtij projekti duan të zhdukin ulqinë dhe shqiptarët. Ai deklaroi se bëhet fjalë për një proces jashtëzakonisht jo transparent dhe kundër çdo ligji dhe në kundërshtim me kushtetutën. Ne nuk do të lejojmë askënd të na marrë qytetin, tha Bazović. Qytetarët e ulqinit të Malit të Zi u ngritën në protestë kundër 2 marrëveshjeve që kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, nënshkroi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ratifikimi i tyre në parlament i hapi rrugën për dhënien me qira për 99 vjet të plazhit të madh të ulqinit, një perle virgje prej 13 kilometrash me mbi 20 milion metra katror, që është një ndër plazhet më të mëdha ranore në Europë.
Protestuesit mbanin në duar dhjetra banderola ku shkruhej "Ulqini nuk është në shitje", larg duart nga plazhi i madh. Jemi për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm, por duhet të pyetemi për fatin tonë dhe të fëmijëve tanë, thuaj në pankartat që mbanin në duar qytetarët e Ulqinit. Bota. Bashkimi Evropian po përgatitet për masa kundër tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Komisionit Evropian pas një bisede telefonike me kryeministrin britanik Keir Starmer tha se BE-ja është e përkushtuar të punojë ngushtë me Britaninë për sigurinë dhe mbrojtjen. Ndër të tjera, von der Leyen tha se është e shqetësuar për pengimin e Rusisë në përpjekjet për paqe në Ukrainë. Presidenti i Komisionit Evropian pritet të takohet me Starmer në Londër më 14 prill si pjesë e konferencës ndërkombëtare për të ardhmen e sigurisë së energjisë. Franca qëndron për krah Ukrainës. Presidenti Emmanuel Macron u shpreh ngushëllimit familjarëve të viktimave ukrainase për tragjedinë e shkaktuar nga sulmi rus në qytetin e Kryviri. Ai vuri në dukje se veprimet e Kremlinit nuk përkojnë me propozimet e paqes. Përmes rrjeteve sociale, Macron tha se Rusia kishte rifilluar një seri sulmesh ajrore në qytetet e Ukrainës krah sulmit të 4 prillit i cili vrau shumë fëmijë. Në këtë ditë zije kombëtare në Ukrainë, mendimet e mia janë me fëmijët dhe të gjithë viktimat civile të sulmeve vdekjeprurse të Rusisë, tha Macron. Disa ambasada perëndimore në Ukrainë ulën flamujt e tyre me 6 prill në kujtim të vrarëve në Kryviri. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, duke komentuar sulmin me raketa në shkallë të gjerë të Rusisë në qytetet ukrainase natën e 6 prillit, e përshkroi atë si përgjigjen e Kremlinit ndaj nismave të paqes të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kievi është gati të përgjigjet pozitivisht kërkesës së SBA-s për mineralet. Ukraina pritet të dërgojë një ekip në Washington për të filluar bisedimet mbi një draft të ri të një marrëveshje. Përgjigjja vjen nga ministri i ekonomisë Yulia Sviridenko. Draft marrëveshja e re e SBA-s tregon se mbetet synimi për të krijuar një fond ose për të investuar së bashku, tha Sviridenko. Ukraina deri më sot ka këmbgulur që marrëveshja për mineralet të shoqërohet me garanci për sigurinë e Ukrainës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.